Strukturat për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Malësi e Madhe kanë ndaluar një 38 vjeçar banues në fshatin Grudere, i dyshuar për një vjedhje me thyerje të ndodhur më 23 mars 2026 në qytetin e Kuplikut. Sipas hetimeve, ai ka marrë një shumë parash dhe sende me vlerë nga banesa një 68 vjeçari, ndërkohë në Shkodër një 24 vjeçar është arrestuar nga specialistët për hetimin e krimeve, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një armë ftohtë thik dhe një radio marse. Sendet së bashku me automjetin dhe telefonin celular të tij u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në vau i ideës, policia ka referuar materiale në prokurori për vlerësim, pasi në landfillin e fshatit Shkez dyshohet se ka rënë zjarr në mënyrë aksidentale. Gjithashtu më 19 prill 2026 në fshatin Nënshat është regjistruar një tjetër rast zjarri, ku si pasojë janë ndjekur shkurra përgjatë trasesë e Kurullës, Lezhë, Shkodër dhe disa hardhi në vreshtin e një 69 vjeçari. Autorit e dyshuar nuk janë identifikuar ende dhe puna për kapjen e tyre vijon. Materialet procedurale janë referuar prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.